Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot e gjeta përsëri kohën që të filmoj. Jemi akoma me grip, fatkeqësisht, nuk e di çka ka ndodhur këtë vit, por na ka zënë të gjithëve këtu si familje, edhe nuk e di, shpresoj që të na iki sa më shpejt sepse po vinë dhe festat, edhe nuk kemi fuqi që të bëjmë asgjë. Sot e kisha pushim. Sot e kisha si ditë pushimi, le ta themi, sepse këtu nga shkolla të japin detyrë që duhet i përpunosh në shtëpi për 8 orë, por me thënë të drejtën akoma s'kam filluar ta bëj detyrën, sepse normalisht jam marrë me disa bashkëpunime, me punë të tjera, me punët e shtëpisë, me të gatuar e kështu me radhë. Tani thash të xhiroja pak, me që është ditë akoma dhe ka pak ndriçim. Që të tregoja disa gjëra. Si fillim, dua të tregoj një mikrofon që më ka ardhur dhurat nga një shoqe, edhe doja që ta bëja këtë video me këtë mikrofonin, por si fillim po flas pa mikrofon, dhe të shohim do jetë më mirë me mikrofon apo pa mikrofon. Këtu është shumë praktik. Ne bëm një lojë në shkollë ku secili duhet të blinte diçka deri në shumën 15 euro apo dhe më shumë. Kjo ishte pastaj dëshira e personit. Dhe shoqja ime që është shoqja ime ngushtë, i kishte rënë emri im dhe mua më kishte rënë emri asaj. Ishte një rastësi sepse ne mblodhëm letra. Ishim 7 veta dhe secili zgjodhi nga një letër dhe me emrin e një personi ku askush nuk e dinte se cili personi ishte. Dhe menduam që të blenim ndonjë dhuratë dhe ajo kishte menduar të më blinte këtë sepse të gjithë e din tashmë në shkollë që më pëlqejnë videot, më ndjekin në rrjetet sociale dhe më kishte bler këtë mikrofonin dhe shikojini pak sa i vogël që është shumë i lezetshëm. Ka dhe një kaps që do mundohem ta vendos këtu apo mund ta mbash dhe në dorë dhe të shohim se si do dalë zëri me mikrofon. Unë po e provoj tani dhe do vazhdoj më tej me mikrofonin se zëri do dëgjohet më mirë. Okej, le ta testojmë edhe mikrofonin. Prova. 1, 2, 3, prova. Nuk e di se si do dëgjohem, po e mbyll videon që të shoh, të dëgjoj zërin, nëse dëgjohet më mirë apo se si dëgjohet, dhe nëse po do e vazhdoj videon pastaj me këtë mikrofonin këtu tek dora ose mund ta vendos edhe tek bluza. Kështu. Okej, vendosa që ta vendos këtu tek bluza, nuk e di nëse do dëgjohem. Të shoh. Okej, mikrofoni po funksionon shumë mirë dhe zëri im dëgjohet akoma më mirë. Si fillim po e mbaj kështu në dorë derisa të hap pakot. Ishte një ide shumë e mirë nga goca, e falenderoj shumë dhe në momentin që do e shikoj këtë videon, dhe pse nuk kupton shqip, unë do t'ja shpjegoj edhe do t'i them që jam shumë falenderuese, sepse është vërtet një zgjidhje për këto videot në YouTube që dëgjohesh akoma më mirë nëse filmon natën apo në një vend ku nuk flet dot me zë të lartë, ke mikrofonin dhe dëgjohesh sado me zë të ulët të flasësh, ky të ndihmon që të dëgjohesh akoma më mirë. Mundova që ta vendosja këtu te bluza që në momentin që do kem pakot në duar mos të më bezdis, të shohim nëse do funksionoj njësoj siç e mbaj dhe në dorë. Okej, tani e vendosëm këtu te bluza dhe mendoj se do funksionoj dhe dëgjohem akoma më mirë. Tani dua t'ju tregoj disa pakoj që më kanë ardhur këtë javë dhe po e nis me pakon e parë. Pako e parë janë këto 2 krërat. Këtë bashkëpunim e pranova jo vetëm për krëra normalisht sepse është diçka minimaliste, por e pranova sepse këta kishin në fokus të gjitha gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit edhe normalisht e kanë formuar një krër të tillë që të ndihmojnë sadopak këto gra, dhe prandaj më pëlqeu shumë ideja dhe thash okej, po e pranoj si bashkëpunim. Më kanë dërguar 2 të tillë. Po e hapim së bashku të parin. Po e hapim së bashku pakon e parë, krërin e parë, dhe paketimi vjen kështu, shumë i bukur. Është ky këtu. I pari është në ngjyrën roz. Dhe duket kështu. E kanë krijuar në një mënyrë shumë të bukur, në këtë ngjyrën roz të ëmbël me emrin e firmës nga Bio Friendly,
dhe me zemër dhe normalisht për tetorin roz, për ngjyrën roz, për fushatën e grave që janë të sëmura dhe më pëlqeu shumë ideja dhe normalisht është ky këtu. Pastaj vjen krori i dytë, është në të njëjtin format, thjesht ndryshon vetëm ngjyra. Nuk është roz, por është në ngjyrë lejla. Po e hapim së bashku. Duket kështu. Është i vogël, praktik, mund ta vendosësh në çantë, sepse është shumë i vogël dhe mund ta marrësh me vete kudo. Normalisht neve gocave krori asnjëherë nuk na mungon në çantën e dorës, të shpinës, të punës apo kudo. Pa një kror me vete nuk lëvizim. Vazhdoj më tej, tani se si më duket vetja me këtë mikrofonin këtu, më duket si këta gazetarët që nuk lëvizin pa mikrofon me vete. Normalisht na duhet pak kohë sa të mësohemi, por hera e parë është gjithmonë kështu. Vazhdoj me pakon e radhës. Okej, këtë hapim tani sepse janë shumë. Po vendos këtë këtu. Kjo marka është një markë me rroba banje dhe normalisht nuk doja si fillim ta pranoja sepse tani jemi në dimër dhe thash si do t'ja bëj reklamën unë me këtyre rrobave të plazhit, sepse në plazh nuk mund të shkosh, okay, ka zgjidhje të tjera që mund të shkosh në pishina, por nuk e di as vetë, akoma nuk e kam xhiruar, por mendoj të bëj diçka minimaliste në një çantë plazhi apo diçka të jetë rrobat dhe nuk e di as vetë se si doja bëj reklamën. Por pranova sepse më shfaqën 2 herë dhe më pëlqeu plus materiali dhe rrobat e plazhit vërtet kishin një dizajn shumë të bukur. Po i hapim së bashku. Është kjo e para, këto janë një set i ndarë. Janë në këtë ngjyrën blu të bukur. Okej, vazhdoj me pjesën lart, është kjo këtu, shikojeni pak sa e bukur që është. Ka një material super të mirë dhe vin kështu dhe nga mbrapa duken po kështu që mund t'i ngushtosh sa të duash dhe me këtë fjangon e bukur këtu. Po ashtu edhe pjesa poshtë, opala, sepse këto mundet i lidhësh së bashku dhe vin kështu. Më pëlqyen shumë, ishin shumë të bukura. Unë kam shumë rroba plazhi, po një palë në format të tillë dhe në ngjyrë të tillë nuk i kisha dhe prandaj thash, okay, më duhen një palë të tillë. Vazhdoj me setin e dytë. Dhe kjo është shumë e veçantë sepse është një trupore në ngjyrën kafe, një ngjyrë shumë e bukur dhe që rri bukur në trup, sidomos kur nxihesh në plazh një herë të tregon shumë bukur dhe shikojeni pak sa e bukur. Më thoni të vërtetën, ju pëlqen apo jo? Shikojeni pak. Nuk e di, me këtë guaskën këtu shikojeni pak çfarë detaje të bukura që ka. Dhe nga mbrapa vjen po ashtu e hapur komplet. Dhe këtu para. Nuk e di, adhuroj. Më pëlqen shumë. Dhe prandaj nuk mundet t'i thosh ajo këtij refuzimi. Ky ishte seti i dytë. Kam dhe një set të fundit. Këtë setin ma kishin dërguar ata, sepse normalisht unë zgjodha vetëm 2, sepse kështu ishin rregullat e bashkëpunimit, por ata më kishin dërguar dhe këtë setin kështu me pika, që më pëlqeu dhe ky. Okej, vazhdoj me letrat. Okej, kjo është pjesa poshtë dhe vjen kështu me pika. Pastaj kanë dhe këto pantallonat e shkurtra që mund t'i veshësh lart, kur mund të vesh të pish diçka apo do që të lëvizesh nga zona e plazhit për të vajt në restorant, janë këto këtu. Dhe është edhe pjesa lart që duket kështu. Është e veçantë me thënë të drejtën, sepse gjithmonë kam pas rroba të ndara, po me këtë pjesën kështu që duket si bluzë, shikojeni pak. Dhe kështu duket nga mbrapa. Ishin të veçanta të treja setet dhe më pëlqyen shumë. Dhe të shohim tani si do t'ja bëjmë reklamën në Instagram, sepse nuk duaj që normalisht t'i vesh, nuk bëhet llaf njerëz sepse s'kam ku t'i vesh, në shtëpi nuk bën sens.
Dhe në plazh normalisht tani nuk është koha e tillë, por siç e thash do mundohem të shoh në Pinterest apo nuk e di, apo mund të më jepni dhe ju ndonjë ide se si mund ta realizoj këtë video. Okej, vazhdojmë dhe me 3 pakot që na kanë ngelur. Po vazhdojmë me këtë këtu. Më pëlqen shumë detaj disa firmave që zgjedhin këtë logon, që zgjedhin këtë, mirë thash logon, thank you, sepse janë shumë bukur dhe normalisht kur e merr paketën nuk është thjesht pa ngjyrë, por ka të shkrimin dhe këtë zemrën, kështu që e bën më të bukur. Okej, vazhdojmë me këtë markën e këtyre rrobave të palestrës nga Bare Look. Po e filloj me këtë çantën e vogël që më ka dërguar, që është fantastike. Shikoni së pak sa e bukur që është. Duket kështu e thjesht që mund ta marrësh me vete. Mund të mbash gjërat që ty të nevojiten, antidjers, apo një laps, apo një krerë, siç e thash. Mund të mbash gjërat personale që normalisht i mban në çantën e palestrës. Hapa këtë të parën dhe pastaj vazhdoj me setet. Por nuk mbaron këtu. Shikojeni pak si e kam paketuar në këtë thesin, po themi. Shikoj pak sa bukur. Dhe sidomos tani për këtë festat e fundvitit të jep atë të tregon atë vibe-in, si mund ta thuash, të babagjyshit që vjen me thesin me dhurata dhe kanë menduar shumë bukur. Këtu është dhe logoja, Bare Look. Dhe kam zgjedhur 2 sete për palestër dhe do ju a tregoj tani. Kam marrë 2 ngjyra të ndryshme, kam marrë një ngjyrë blu të errët dhe ngjyrë të zezë, dhe të dyja janë modele të ndryshme nga njëra tjetra. Po hap setin e parë, që janë këto stretchet blu me të bardh. Janë shumë të bukura, nuk e di, shikojeni pak. E them kështu për çdo gjë janë shumë të bukura sepse më pëlqejnë, jo sepse dua që të nxjerr video më bukur, por shikojeni pak, nuk e di, nuk kam fjalë, më pëlqejnë shumë. Kanë këtë detajn këtu, që tek beli të tregojmë pak, rri pak e hapur, dhe duken kështu, dhe nga mbrapa. Unë i kam marrë në masën XS, mos gaboj. Po, sepse normalisht stretchet hapen dhe nuk doja që të më rrinin të lirshme. Janë këto këtu, dhe këto kanë ardhur bashk, ja ta gjejmë pak, me këtë pjesën lart, një crop top mund ta themi, një gjysmë kanatiere, që është po ashtu në ngjyrën blu të errët me të bardhë, dhe duket kështu. Dhe janë seti i parë, dhe janë shumë të bukura, më pëlqyen shumë dhe materiali nuk kam fjalë. Normalisht janë të përpunuara vetëm për palestër dhe është një material si polester, mund ta themi, edhe që nuk mund të djersisësh. Dhe kështu setin e dytë, që është në ngjyrën e zezë, siç e thash. Ky ishte pak më i veçantë, sepse kjo pjesa e crop topit vinte me një bluzë me mëngë të gjata, por normalisht është shumë e hollë, është si rrjet. Pritja gjejmë pak anën tani. Okej, kështu. Ka dhe logon këtu mbrapa. Dhe duket kështu. Është kështu sepse më bien mëngët. Nuk e di tani, sepse kur e vesh normalisht duket më mirë, por duhet i mbash të dy anët. A është kështu? Po, ka me kokë poshtë tani. Duket kështu. Edhe mëngët që i ka në rrjet, në punë tyli. Kjo është pjesa lartë. Dhe pjesa e stretcheve janë të thjeshta dhe këtu pjesën të parë e kanë me 2 shtresa që vjen në formë V-je. Kështu duken dhe nga mbrapa. Dhe këto ishin dhe 2 setet e palestrës nga Bare Look. E vazhdojmë më tej, këtë radhë, kësaj radhe e kanë radhën bijut dhe janë këto këtu. Paketimi është super, shikoni pak sa bukur e kam paketuar. Duket kështu. Këtu janë 2 karta. Njëra është me përqindje që mund të përfitosh ullje. Këtu, dhe kjo që tregon emrin e markës. Janë këto 2 kutit këtu dhe kam vendosur që të merra një unaz dhe një palvaz. Dhe po i marr të dyja në dorë që t'ju tregoj. Dhe shikojni pak. Kjo është e para dhe janë një palvaz
Priti ha pak që t'ju tregoj të duken sa më bukur. Shikojni pak shkëlqejnë. Janë normalisht silver, argjend, sepse kanë dhe numrin për katës dhe duken kështu. Me një fustan apo për një rast do ngjajnë shumë bukur. Dhe kemi dhe pakon e dytë. Kjo është një unaz, po ashtu që kombinohet me vathet. Në të njëjtën ngjyrë është me këtë gurin roz në kristal që shkëlqen. Dhe kështu, këto ishin dy bijut që kisha marrë nga kjo marka, siç e lexoni këtu. Dhe më pëlqye normalisht sepse janë me vlerë, janë argjend dhe ishin shumë të bukura. Dhe falenderoj pakon e fundit për sot dhe është kjo nga Silk Silky. Janë dy fustane që do t'i shihni tani. Opala, këto janë paketimet që ata kanë dërguar, janë dy karton me logon e firmës që mund të vendosin fustanët. Dhe janë këta këtu, siç e shihni, janë të dy në një material saten. Nuk është 100% saten, unë po e lexoj përpara se t'ju tregoj. Një sekond ta gjejmë pa ku e kanë këtë materialin. Nëse e gjejmë. Nuk e di s'po e gjej, por e lexova ndoshta tek letra. Dhe është ky fustani. Siç e thash, në formë sateni, por është një material tjetër, emrin ja harrova tani, por do e shkruaj diku këtu apo kur të hapim fustanin tjetër. Këta janë shumë të bukur, vijnë të dy të lirshëm. Ky vjen me mëng shumë të shkurtra, po themi pa mëng, vjen deri këtu. Dhe është i lirshëm, është në një ngjyrë krem dhe unë kam menduar ta kombinoj me një xhaketë dhe me taka, sepse kështu si fustan nuk është se më ngjit shumë që ta vesh vetëm kështu, por nëse e vesh me një xhaketë të bardhë apo të zezë dhe mund ta kombinoj me një paltaka bezh, do ngjajë shumë bukur. Ky është fustani i parë. Fustani i dytë është po i njëjta formë, po vetëm që vjen pak me rripa më të hollë, dhe ky vjen pas trupit dhe vjen i lirshëm pastaj. Është një ngjyrë gri, kafe errët mund ta themi, më pëlqen shumë. Tani doja t'i shoh pak të materialin sepse e lexova diku, por nuk e di pse nuk po e gjej tani. Është vetëm emri i firmës dhe për masat, por nuk e di, nuk po e gjej. Por do shikoj tek faqja dhe do ja shkruaj, është ky këtu. Është i gjatë, jo deri në fund të këmbëve, por 3 çereksh. I gjeta. Shikojni pak, është 100% silk, thot, nuk e di se kisha dëgjuar këtë, por është afërsisht si sateni. Edhe këta ishin dhe dy fustanet. Si ju duken? Dhe këtë normalisht kam menduar që tani në dimër ta kombinosh me një xhaketë, do ngjaj shumë bukur, apo me një pullover siç është kjo nga lart, dhe të duket si fund, do ngjaj shumë bukur. Ishin edhe bashkëpunimet e radhës që na kishin ardhur deri tani. Presim të tjera, normalisht do shihemi në video të tjera. Unë nesër jam në shkollë sepse e mbyllim për këtë vit, sepse kemi 2 javë pushime për Krishtlindjen dhe vitin e ri. Dhe ndërkohë që do kem 2 javë pushime, shpresoj që të jem pak më aktive në rrjetet sociale, sepse nga që do kem pushim normalisht, shpresoj që t'ju sjell gjëra të bukura dhe video sa më të bukura në Instagram më shumë, sepse atje postoj më shpesh dhe jam më aktive, por dhe këtu në YouTube do mundohem. Kam filluar tani që të postoj edhe video shorts të shkurtra, nëse i keni parë, me outfite të ndryshme. Dhe kështu, nuk e di çfarë mund t'ju them tjetër, por do dëgjohemi në videon e radhës.